Ndërpritën punimet në pikën panoramike të qytetit të Vlorës. Punimet nisën javën e kaluar, ndërsa u duk se më në fund rikonstruksioni i saj do të merrte formë. Megjithatë, gjatë ditës së sotme në pikën panoramike të qytetit të Vlorës nuk ka asnjë punëtor. Kjo mbetet një nga pikat më të rëndësishme të qytetit të Vlorës, mjaft të vizituar edhe nga turistët huaj apo dhe ata vendas. Megjithatë, duket se punimet nuk kanë ende një afat se kur do të përfundojnë. Pika panoramike është dëmtuar disa herë, ndërsa është bërë objekt jo vetëm i diskutimeve të qytetarëve, por është bërë prezent edhe shumë herë në media, me qëllim që kjo pikë të rikthehej siç ishte më parë. U duk se javën e kaluar gjithçka do të përfundonte, por aktualisht punimet në pikën panoramike kanë mbetur pezull. Punimet për rikonstruksionin e pikës panoramike në Vlorë janë ndërprerë duke ngritur pikpyetje mbi vijimin dhe përfundimin e tyre. Punimet kishin nisur javën e kaluar dhe fillimisht u duk se do të zhvilloheshin pa ndërprerje me synim për ta rikthyer këtë pikë në një gjendje më të sigurt dhe plotësisht të vizitueshme për qytetarët dhe turistët. Megjithatë, gjatë kësaj tenteje në zonë, nuk u vure prania e punëtorëve apo e mjeteve të punës, ndërsa kantjeri rezultonte i bllokuar. Deri më tani nuk ka asnjë njoftim zyrtar lidhur me arsyet e ndërprerjes së punimeve, si dhe mungojnë informacione mbi afatet se kur ato do të rinisin. Gjithashtu, ende nuk dihet se kur pika panoramike do të jetë sërish të aksesueshme për publikun. Kjo situatë ka ngjallur shqetësim te qytetarët, pasi pika panoramike konsiderohet një nga vendet më të frekuentuara dhe më rëndësishme për imazhin turistik të qytetit të Vlorës. Pika panoramike ndërtuar vite më parë u bë shpesh objekti ndërhyrjeve pa kriter, duke sjellë dëmtimin e saj, ndërsa ishte me rrezikshmëri për qytetarët dhe turistët. Tashmë pritet vetëm të shihet se kur punimet do të rinisin dhe përfundojnë për të qenë sërish e aksesueshme.